Jo, si ka blerë prapër të tash, ideja është këtu që t'him drejt për së drejti, çfarë blerët votave. Kjo është vetëm rritje e radhës e shtesave për familjet në nevojë, e urrejshëm nga qeveria, kur ta kryt mundesh me kësy. Jo, zbritje ekonomike. Është rritje e radhës në politikat e mirëqenies sociale e udhëhequr nga një parti socialdemokrate në qeverisjen e Kosovës. Çfarë logjike ka me marrë vendimin nëntor? Çfarë logjike ka? I dosh me marrë që të vendim janë ardhur për atë buxhetin. E ki buxhetin për apo për 2026 edhe merr vendim. Për çdo logjika me marrë vendim nëntor. Që s'ka dosh me votuar, që unë para se t'ja filloj këtu. O shumë e rëndësishme jo ta përshkruaj. Hajde edhe për rritje ekonomike. Kërkojna nga kjo studio e pavarur televizive, që s'mojna on për kërkon, që t'i kërkojmë presidentës Osmani, se ke edhe një deklarat shumë e rëndësishme sot, që qëtë shumë dritë në dyshimet e panevojshme. Deklarata presidentës ke, në takim me lideret e partive politike, kam kërkuar që të votohet, marrëveshja ndërkombëtare 1 miliard, 1.1 që pi bjen, që të votohet buxheti për të kemi deklaratën në presidentës. Buxheti për të dhe buxhetet për 3 komunat. Dhe kam kërkuar nga kryeministri që ta tërheq votimin për buxhetin e 2026-s, presidenti e Republikës. S'ka presidenti, ajo është veç presidenti. Po kjo është e jotja. Ajo është presidenti e Kërkoj që t'i iku manipulimeve. Që t'i iku manipulimeve, edhe që se s'është mbledhja e Këshillit Sigurisë, po është mbledhja e liderëve partive politike, që natyrisht ka proces verbal aty. Ajo është rrogën e merr presidenti. Verbal, edhe të ndalim të spekulime që në shihet për njime kush o ka blokusi i buxhetit. Që se del me proces verbal që kryeministri Kurti ka shumë dorë nga buxheti për 2026 në kërkesë ka presidenti dhe partit politike edhe në kërkesën që të miratuan këto 3 buxhete. Pati hava që sot për parim Roma i rom prej Londrën, Prishtinë me po protest nuk mundet mi manipulua ta po dorë të nga. Kjo është manipulim ashtiqare që postuliohet nga presidenti, nga Albin Kurti, nga proces verbal i vërtetë. Pikërisht me parandaluar çdo. Jo, ka rëndësi çka ka shumë rëndësi. Dhe çka thotë kushtetuta. Ka shumë rëndësi. Nuk e ka kryer presidenti i Republikës, e cila është institucion kushtetues. Ajo presidente e vetëvendosjes. Presidenti Albin Kurti. Ajo është presidenti i Republikës Kosovës. Dhe zgjedhur si askush më parë me votë qytetare. Edhe parlament, edhe tu qenë juriste, nuk i një procedura ligjore që është propozuar. Jo i një normalisht i një. Ajo nuk është si një. Nuk do më një. Demosaj. Shala